ishte vetëm një pjesë e vogël e bashkëpunimeve, që ne në fakt diskutuam në pjesën e parë të emisionit, po i rikthem dhe për pak atmosferën fundit se të kesh udhë në studio dhe mos kesh zërin, sikur s'ka kuptim. Ajo? S'ka. Tani, a ka këngë paraki të tuat? Çfarë është? Këngë paraki. S'kam bërë këngë me raki në njëra. Po e ka. Vetëm me raki s'krapari kam bërë. Vetëm ajo ishte? Po jam një pandem të akon dhe hajtë me raki. Vetë si e ke marrën me pjen? Tani të thosh që s'pim në një gotë verë, e pim. Dhe do robi një. Okej, po ja nuk. Tani, të jesh pjesë e festave, aty ku gëzohet, nuk pi, nuk pi. Jo, vërtet, po si, apo jem mësuar të shbër pjesë? Po kam shumë viti gjithashtu, se atërë kur isha e vogël nuk e dija që edhe të deshe dhe bënën budallëk në punë. Po tani është çik. Se po pivet para do të ikit e dyta e treta pastaj Dhe pastaj ikën situata. Ikën situata. Ja, kur urem një shoqëror kështu. Kim në gotë, me gentin darë, na i bje. Nuk kru. Ai sa për të përqyuar bisedën, tavolinën, miqësin. Po. Të jesh më kaj shumë lëvizje sa tje. I mungon familjes? I mungon shtëpis? I mungon fëmijëve? Gjithmonë fundjavat kam të shtunat e djelat të prende, vetëm thjesht kur iki në Amerikë ose në jashtë, je i dituruar të rish një javë ose 10 ditë. Nga largësia, po punët që kam shumë i kam këtu, në Shqipëri, rretheve dhe maksimum i Itali dhe ose Greqi që janë në një orë gjysmë larg. Pastaj nuk është ndonjë problem, gjithë punojnë. Se vetëm punojmë ne, bëjmë dy koncerte në javë, apo një datë me çau bë. Gjithë njerëzia çojnë në orën 6 në mëngjes apo ose në 5. Po. Që jeni zgjuar edhe diku, kështu që. Është normale, domethënë është punë. Është punë e cila ka kohën e vet angazhimit, ka dhe kohë të qetë pushim apo jo. Ose rrin në shtëpi, në shtëpi. Po, është ylli nga ata bashkëshorë që bënde punë shtëpie, që ka ushqyer fëmijët, që ka ndruar pampersat, që shkon taki me prindër. I kisha edhe binjak, po kur ka lindur binjakët, unë kanë qenë aksidentuar nga në një punë që bëja dhe isha i pamundur të bëja do të asgjë, vetëm që... Por, u rritëm pak, i lënë ato e ka ndëruar edhe bebeli. Ka ndëruar edhe bebeli. 2 binjak, djem edhe një vajzë. Kush janë, binjakët janë të mëdhenjt? Ja, goca është e madhe, Goca është e madhe, ja. Në studiojnë, Rea studion të Fajkonica, është në vitë 3, kurse binjakët përsërit e Fajkonica. Në klasë të 8. Në klasë të 8. Janë të... Vitë 3 dhe klasë të 8? Babalarët përgjithsisht i ngatrojnë. Me nuk janë një vetëm. Jo. Po janë të rritur tashmë, kështu që të ndjekin, të kritikojnë. Më ndjekin, Marko i madhi ka rreth 7 vite që bën piano. Eltoni ka 5 vite. Tani Eltoni tha nuk pëlqen piano, iku për kitarë. Marko thot e ndruan, këtë ndrojnë ato. Tani janë në moshën që zgjedhin vetë, nuk ja i bëmë bateristi, s'ke qenë një dikur ti, po në piano. Kurse Rea vetëm studione, do të më duke se do të bëhet edhe farmaciste, si mamani. Si mami. Po tani do ndahen profesionet, rëndësi ka që të mbeten brenda shtëpisë. Shumë ati kisha gjithë beari me vetëm për koncerte. Do me thënë, ka filluar puna që shumë shpejt do t'i kemi në skenë, do t'i promovosh, e keme të... Ja, shumë shpejt. është herët. Do me thënë, shumë shpejt do të thotë që pak më vonë, jo se... Me thënë drejtën, nuk janë fiksuar akoma ati ata. Janë në moshën e shokëve të lagjes, akoma, duan të... Të shijojnë moshën? Të shijojnë moshën. Dhe... Këti nuk flasë do të. Talent kanë goxha, mirë, por me hedhu nuk do të bëjat punë. Ja, ku e kemi familjen e bukur? Ja dhe mami farmacistja. Ejë. Japin që ke emociona, për? Po, shumë. Familja është më e shtrenjtë dhe është e pa diskutueshme që të emocionon. Shumë e pa diskutueshme. Kushdo që t'ishte këtu në studio dhe të shite familjen, fëmijën, bashkëshorten. Shumë normale. Më të rëndësishme tjetës, apo jo? Absolutisht, edhe me shumë sakrificë. Të bësh kaq punë të madhe që gjithashtu dikush sakrifikohen për fëmijët. Ti di vetë që burri iku jo i kafe e kështu për fëmijë dhe ashtu e kanë shumë. Ka që thjesht sa s'duket këton. Nuk është. I thotë si keni sakrifikuar që
Megjithatë, unë kuptoj që pesha më e madhe i ka mbetur gruas në pjesën e detyrimeve familjare. Normal. Shkollimit të fëmijëve, detyrave, ushqimit. Absolutisht. Dhe ajo duhet thonë ka punë të vështirë, që të do me përgjegjësi, janë kontakt me njerëzit me. E filloj dhe vetë me kontakte me njerëz tani. Ajo shëron me informacion, shëron me këngë. Në fakt, në këto doja të pyesja, çfarë i bëm bashkë një këngëtar dhe një farmaciste, po më sa duket të dy shërojnë njerëzit. Ideja është e rinj. Shëron ma baj larë, shëron me në tokë. Pse u heshte kaq shumë kur erdhi puna tek familja? Jo, nuk heshta. Por më kujtuan edhe atëre kur para se të flisa për karrierën që filloja ndeje me shoqërinë e vjetër që me punën që bëni, me sakrifikoja punoja ditë natë. Edhe vërtet ai ishte se unë punoja në një ndërmarrje të madhe, kam punuar 2 vjet në arkeologji. Edhe ati isha krye dembel. Nuk punoja edhe në arkeologji, më thoshin atë shokë s'punon s'punon. Pastaj më hoqën edhe me të shkon në olimpiadë, rrugët e olimpiadës, atje që rria me sindikatës, po orarin do ta bëj. Në darkë rria edhe këndoja e bia xhezit fundjavës, edhe rria kishte ditë që isha 24 orë. Pa gjumë edhe derisa punoj këputa dhe një pastaj na këmbët, më theu një makinë në rrugë. O baba. Dhe aty u shkëputa. U shkëputa. Pra ishte përita që sa kishin lindur çunat, ëh, ka qenë kjo që më the pak. Këtë para asnjëri nuk e di i kam regjistruar në patericë. Baba ta mori për shembull. Vërtet. Do vjen mallti, po, kjo është vërtet. Kujtohet edhe kjo është ajo sakrifica që e sjellim në mendje para misionit. Për një prim të thuash që ke, ku di unë, pikën tënde të dobët nga fëmijët, madje është pyetje e vështirë, po nëse zgjedhim mes gjinisë femërore dhe maskullore. Kisha binjakët në tonin, por e shikoj që është lojtar, nuk është papare. Marrë që si turshën si puna ime, reja pastaj është më shumë me mamin. Po nuk ndahen fëmijët e çfarë pyetjesh. Jo, thash. Te bules. E ka një lloj nësës. Po shiko se unë kështu e bëra pyetjen, e shtrova situatën sepse e di unë kam vetë 2 fëmijë, është e pamundur. Ti ma dhe një përgjigje. Gjithsesi. E ti e morë tani i pavarësisht se dorëzove në fund. Po ka dorëzove trovi. Mirë, jo më kote sollëm këtu bisedën, sepse kemi diçka për të parë. Pa bashkë. Kemi akoma. Babi, përshëndes, të uroj gjithmonë suksese. Shoku, po. Kishin goxha pa irën pianos, kanë filluar këto ditë se kanë qenë 2-3 muaj ushqime me lojra. Edhe po për çudi toni nuk e do më pianon. Nuk e do. Edhe filloi javën e parë mësime për gitarë. Edhe është goxha mirë. Do ta bëj luftin që ata ashtu, po deri atje më shumë pasaj. Duket shumë i talentuar, të paktën në kaq. Shumë i talentuar, edhe këngë shumë bukur. E bukur fare se kur vjen për të kënduar, Margo dirë kështu si puna ime, ai del si firë me mikrofone dhe... Skenik do më thënë në stjellje në... Do me thënë duket një talent që do të hecë me sa këndor. Unë e kam shtruar asfalti. Ne ke shtruar vërtet. Vetëm të eceni duhet. Je baba strikt, je i rrept, je jashpër, je kërkues, je tolerant, je shok. Ne na merë madhe, tonë edhe sa do më thotë mos e blekë, po ne vimi nga largë takojmë. Do me thënë nga tani më thonë që nuk i duam lekë, nuk i duam kështu nasjera, i duam lekë se blejnë vetë, urrit. Ja, i dashur. Po kur më ikën a njërë thurje dhe unë si gjithë njerëzit të tjerë janë gjak, kemi që andeja, pak egoizëm, pak. Ja, normal, jam i butë.
Edhe kur ti ndonjëherë, kur që gjithë njerëzia pi dhe knaqet e det ndonjëherë, pse? Po. Ja, mi qesh shumë. Kështu si në emision. Dhe me thënë nuk jenë ndër ato prindër. Jam agresiv. Kërko llogaria, po që fëmijët të të shohin me frikë, pse jo? Da të reja. Kush është ajo? Fisi prap. Fisi? Fis? Reja. A dëgjojmë çfarë të reja? Atjetër do dëgjojmë edhe reja. Ka qenë e para. Dëgjojmë reja. Babi të përshëndes dhe të uroj sa më shumë sukses në karrierën tënde. Si shpejt si iku. Tani... Ti e mësuar me kamera, ti e mësuar me Ka njerëz në filluar, publikun, po... Këtë vit është... Janë në shumë në mësime dhe është viti i fundit dhe kupton. Edhe gjithë ditën do rrim i libra tani. Por... Rrë dhe vështirë. Tani shumë e dhemshur, shumë e dashur reja. Vetëm ka një qik qef më shumë se këta ka ndryshe emisionin, po mi unë do bëjmë diçka tjetër, po kam qef filloj për regjizor, po ti nuk ti beja dhe të bëj unë klipe. Varë, jo, reja i Më ka dëshirë të përshjet në art edhe ajo. Po s'ka se si i arritur me artist në familje, kështu që është... Do të trashgohet? Trashgohet. Ne do të alëm brezov, se mos kemi dhe ka që egoistë, që do dorëzojnë një ditë ajo. Cili lë gjurmët e veta, lë emrin e ti, por që është rrotullohet gjithçka. Jo vetëm për fëmijët apo për të gjithë. Po. Në një tjetër kështu, ç'a bëhet? Ylli, por intenciona, kemi më t'japim gjitha. Po s'kam intencion, allo, s'kam intencion. Okej, rëndë që ka që je rehat. Uj, pim kështu që më rregull jemi. Pse të duan kaq shumë njerëzit? Pse të duan kaq shumë? Po ti duash njerëzit, do të duan. Arsyesht, unë gjithmonë tregut kam qenë besnik dhe gjithmonë kam kënduar. Edhe ku shkoj, këndoj shumë. Sa më thot një miku i më vjetër, thot që ti mundohesh t'i ngopësh njerëzit me këngë, po nuk ngopen. Që deri diku edhe kënaqet. S'është rasti që kudo që shkoj, përsëri më vinë njerëz qoftë jashtë këtu në vend dhe. Parimi im është duaj që të dua. Duaj që të dua. Mos u shtëpi atyre që të kanë dashur. Po është se s'mbaj mend tani kuptoj vetëm po njerëz ç'kemi ç'a bëre mirë. Ta marrin njerëz si kështu, po vërtet nuk e mbaj mend. Nuk e mbaj mend. Ose kanë përshtypjen njerëzit të flasin përshëndetje. Sidomos me partje kanë filluar edhe. Të bën të pasur muzika? Të bën pasur, pse mos do të pasur. Të bën. Paktën kushtet e tua të mira do të kesh. Ke mundësi që fëmijët të studiojnë, pse mos studiojnë? Ke mundësi që të shkojnë me kurse, ke mundësi të bën të pasur. Kohët kanë ndryshuar. Mos kujto se ndoshta ka qenë pak më përpara, por do me thënë edhe tregu juaj është vështirësuar. Shumë i kënaqur duhet të jesh, pse mos të jesh i kënaqur? Na kuptoj. Mendimi im. Yll, çfarë do theme në fund? Çfarë do themi publikut, atyre që na kanë dëgjuar deri tani? Fjala e fundit është që thon gazetar, thon çfarë projektesh ke? Projektet i bëm, kem bër garazhet. Se të thot projekt. Unë s'pyeta, shikon që jam ndryshe nga gazetari? Tani në vjesht urohet dimri mbar. Apo jo? I përshëndes gjithë, them që edhe kënga e re, jo e ujë ftohtë dhe viroj, them që ti ngop edhe një, nuk di se çfarë mund të bëj për viterin, duke se ka me një budallëk tjetër, po mund të jetë bashkëpunim. Kështu që uroj shëndet, ju dua shumë, më doni se nuk jam pa gjë. Ylli, të falenderoj që ishe në studio. Edhe unë Alida shumë falenderoj. Ishte kënaqësi të ndalem të bisedë bashkë. Një çika emocione tuhet. Shqyqyr që janë emocionet. Shqyqyr që janë emocionet. Janë njerëzore, ndryshe do ishim shumë të ftohtë. Nuk të dëzirim ekuacionet. Aha, pra. Ylli, faleminderit. Uroj shëndet. Suksese ty, familjes, bashkëshortes dhe fëmijëve. Faleminderit. Gjithë të mira dhe ti. Ne do të kemi publicitet.